Ju përshëndesim nga këndi ynë i gatimi dhe ju themi mirëmëngjes dhe jemi të gatuajmë së bashku këtu me zonjën Vjolca, mirëmëngjesi. Dhe sot kam menduar që të sjell përpara jush i përshëndes të gjithave që po na ndiqni, kërpudha. Do t'i sjell ndryshe nga çdo herë tjetër, do t'i sjell në supë, po jo në një supë kremoze, as në t'i kthej në pure, por do t'i kombinoj të gjitha së bashkus, kërpudhat me karota, me selino, me pak domate, me bishtajat holla jeshile, shumë pak, një grusht, me 3 thelpi hudhër trumës, 2 kokra qep të vogla fare të grira imët, majdanos dhe piper të zi. Pastaj një finok të vogël ose një gjysmë finoku të madh, sigurisht ta pres kështu në kubik, njësoj si gjithë ingredientet e tjerë. Zakonisht kemi filluar supa duke ka urdisur në fillim qepën me hudhrën. Pa tjetër, me vaj ulliri altis, sot do të ka urdisim në temperaturë të lartë, sa po të nxehet pak vaj, do të hedhë karotat prapën. Se është kombinimi që bëhet i kërpudhave sot me karotat? Në temperaturë të lartë, sa po ato të kuren pak, pastaj do të filloj me ingredientet e tjerë. Kusht është që do të hedhim dhe 1 litër ujë, ujë të jeti nxehtë, nuk do të jetë ujë i ftohtë. Atëherë fillojmë nga puna, duke vendosur tenxherin dhe vajin e ullirit altis. Këtë ditë siç e shohim, do të sjellim disa receta suprash për të mësuar anvisat sa më shumë lloje suprash të gatuhen në shtëpinë e tyre, sepse shoh përbërësit e tjerë që janë në kryes, aty do të jetë një mbushje kam përshtypjen. Aty kemi mbushje, po e kemi ndryshe. Jemi mësuar që specat domosdoshmërisht ne i mbushim me oriz, i kemi mbushur dhe me bollgur. Ose me bollgur. Por sot do t'i mbush me patate. E shohim në pjesën tjetër. Si t'i mbushim specat me patate? Me patate. Interesante do t'jetë kjo recetë, kështu që është dhe e re, një mënyrë e re për t'a gatuar dhe për t'i mbushur specat. Temperatura duhet jetë në maksimum për të hedhur vajt temperatura duhet jetë në maksimum, derisa t'i ka urdisim për një 3 minuta kërpudhat të vishen me vajin dhe mos ta lëm që ajo të na lëshoj shumë lëngun. Gjithmonë pra në temperaturë të lartë. Pastaj çik më vonë do ta ullim temperaturën përsëri. Le të marrin dhe pak ngjyrë. Nuk do t'i lëm që të na bëhen kafe fare. Është një gjellë tamam me gjithë perimet e mundshme që mund të kemi në shtëpi. Prandaj dhe sot nuk kam përdorur koncentrat perimesh, për arsye se i kam të gjitha të freskëta, kështu që do të ziejnë me njëra tjetrën. Karot, selino, finok. Por përbërësi kryesor që zëndëson le të themi mishin në këtë supë, do të jetë kërpudha, kërpudha. E dihet që është mish natyral. Ja. Dhe pak. Dhe përbërësit e tjerë do të kalojnë në nxehtësi apo do të zjejnë në një herë? Jo, do të kaloj këtu. Do kalojnë aty bashkë me kërpudhën. Tani këtu në një cep, hudrat i kam pastruar nga brenda, do të hedh fillimisht hudrën dhe qepën. Mund t'i trazosh një qep. Disa hudra kemi, disa 3 thelpi hudër, po i kam pastruar atë pjesën e brendshme. Kemi thënë që ajo pjesa e brendshme e hudrave, për personat që e kanë delikate pjesën e stomakut apo vuajnë nga urthi, është 1-1 si thuash. Ndikon së tepër, jep si djegje stomaku. Pra, kur kërpudha të filloj të erësoj dhe të zverdet pak, po më ndiqni, atëherë do të hedhim qepën. 2 kokra qep të vogla. I ka urdisë së bashku. Duke lexuar tabelën, anvisat mendojnë që këto përbërës idhet qepa hudhra, por sot rruga është ndryshe. Do të hedhim dhe hudhrën dhe i trazojmë së bashku. Gjithmonë temperaturën e kemi të lartë. Ne nuk e lëm se nuk duam që qepa unë personalisht, nuk flas për të tjerët, nuk i jap ngjyrë. Në raste shumë të rralla, kur unë do bëj në një është bëhet një gjellë shumë e shishme. Të erdhi një ide për ta gatuar. Ta bëjmë për këtë minutazh që kemi ne në dispozicion. Bëhet fjalë për shumë qep,
mund të bëhet mishi rosës, ashtu mund të bëhet një gjel deti, mund të bëhet me mish, përsëri me mish dashi. Që do lloj me këto lloj mishrash? Si çomblek që quhet? Gati i karamelizon ato. Atëherë unë jap qepës ngjyrë dhe një 2 kg qep që mbushet e nxjerrja plot. E të presër derisa përfundon në një grush qep. Nuk digjet ajo që e lë gjithmonë apo e lë me temperaturë mesatare të ulët? Derisa të bëhet një grush. Dhe do rish kështu, rojë nderi. Pak më gjatë si recetë kjo. Do na duhet kohë. Edhe, ç'të të them Niki si është? Është një gjellë që bëhet në raste të rralla, festive, por që është shumë e shishme të mbetet në kujtesë. Atëherë, tani filloj dhe i hedh ingredientet me radhë. Do të hedh selino, pra kërpudha, qepudha, karota radha, duke përjashtuar vetëm bishtajat dhe domatën. Po. Edhe këtë finokun mi thash, do ta hedhim tani? Po ç'kemi këtu ne? Qep të kuqe. Po kjo qep është për këtu. E kemi të receta tjetër. Vazhdojmë i trazojmë, të ngrohen të gjitha së bashku. Supi themi, po është në trajkën e një gjellë me shumë perime. Si qëta Niki, po, me perime si qëta Niki që kërpudhat në këtë rast në zvëndsojnë shkëlqyshëm, atë pjesë të kalorive që do të merrshim nga mishi. Dikur në lashtësi kërpudhat mbanin emrin ushqimi perëndive për vlera dhe vitit që ato kishin në organizëm. Që janë të mira për të konsumuar, sikundër themi dhe sjellim receta të reja me përbërës që nuk njihen shumë në Shqipëri, por që vërtet sjellin receta shumë të shijshme dhe janë shumë të shëndetshme. Ky është qëllimi mbi të gjitha. Do të hedhim diçka tjetër para se të shkëputemi për një falenderim? Po jo, vazhdojmë. Vazhdojmë edhe pak më vonë majdanozin, shkëputemi për një hapësirë publicitare në shenjë falenderimi për gjithë bashkëpunëtorët e Vilës tonë. Mirë se erdhët, vazhdojmë të jemi në pjesën e parë të gatimit, po vazhdojmë të gatuajmë supën me kërpudha dhe me perime. Është momenti që sikundër e lam para se të shkëputeshim të hedhim erza. Do të hedh këtu shumë pak majdanoz, kryesisht gjethet e majdanozit, me pak trumës, do të hedhë më vonë, po kaq sa për tani, do të hedh pak krip. Ja, po kemi atë. Dhe do të ambuloj komplet me ujë. Edhe një çik tjetër ujë të nxehtë, po. Duket që është i nxehtë, sa më njëherë fillon dhe balon. Zonja Vilta, po këto përbërësit e tjerë? Përbërësit e tjerë, po. Do ta lë tani 25 minuta që të ziejnë këto përbërës. Mbas 15 minutave, unë do të hedh domatet, që i kam hequr tullin e atë pjesën e farave, dhe bishtaja frigoriferi, nga ato jeshilet, që i kam prerë në copëza. Shumë anvisa kanë bërë të njëjtën gjë. Kanë përshtypjen me këto zajret e dimrit, kur kanë qenë çmimi më i lirë, po edhe të freskët atë sezonit, i kanë vendosur në qese, në frigorifer, dhe ja është momenti që të shfrytëzohen në suprat të tilla. Kështu që nëse e keni një qese të tillë në frigorifer, mund ta shfrytëzoni në këtë recetë. Po, do të hedhim dhe piper të zi, po në një kohë më të vonshme. Me erzat mbaruar, do ta lëm që të ziej. Mbas 15 minutave, unë do të hedh këto dy ingredient. Në qik më pak domate, se kaq, jo, kaq se është shumë. Se edhe unë bushte nxjerrja, pash që kishte goxha për bërës. Jo, nuk është puna, po nuk dua që të m'japi shumë ngjyrë. Dua që ngjyrat të dallohen, po, jeshilja të dallohet e bardhë, të dallohet kërpudha, të dallohen të gjitha. Kështu që nuk dua që t'i jap ngjyrë, se me qenë do t'i kisha hedhur salcë. Para se ta shpjegojmë pak recetën e dytë, do doja që t'i lexoja përbërësit në mënyrë që ne t'i lëm kohë pastaj për t'i hedhur. Po, lexoj përbërësit, unë do t'i them anvisave vetëm kaq, që në një tigan unë do të kaurdis për gati 10 minuta, vetëm pak patatet, që i kam qëruar, i kam vendosur në ujë, do t'i kulloj, do t'i thaj, kuptohet, dhe të prera në kubik me brinj 1 cm. Në rregull. Receta e parë, para se të kalojmë, do t'i themi edhe një herë përbërësit e të dytës, se çfarë është kjo recetë e veçantë, por recetën të cilën ne e kemi gati në përfundim të hedhjes së të gjithë përbërësve ishte supë me kërpudha. Janë 300 gram kërpudha të përdorura sot, 2 kokra qep, 3 thelpinj hudhër, 2 deg selino, 3 karota, 1 finok, 300 gram domate, 125 gram bishtaja, 3 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piperizi, trumës. Këto ishin përbërësit e recetës së parë. Është diçka e rëndësishme këtu, Niki, që temperaturën, thash, kemi ngritur në momentin e parë. Tani që do të ziejnë perimet, do ta ulim temperaturën
një temperaturë mesatare, që ato të zjejnë avash, që të mos na zjejnë dhe të na mbetet po. Dhe ngele vetëm do përdori do edhe shprap ujë dhe më pas të mbet edhe shia rrugës, edhe vlerat që kanë të gjitha perimet. Pra, si që shikoni, këtu janë të dallueshme, të gjitha ngjyrat, të gjitha përbërësit dhe do të shtojmë thash vetëm domatet dhe bishtajat. Po lëmë një temperaturë konstante. Tani, kjo receta tjetër që mua më duk sa e veçantë, aq edhe interesante, si është të mbushësh speca me patate. Si kundër të zonja Vjollca e the, jemi mësuar që specat i mbushim ose me bollgur, kuskus apo oris. Përjetësisht me oris i kena mbush. Përjetësisht me oris, por nëse themi për në një recetë të re, i kam mbushur 10 njerë me spinaq, i kam mbushur dhe me bollgur, tani do t'i mbush sot me patate. Me patate, 500 gram patate, më varet se sa speca do të bëni ju, pa tjetër majdanoz, e heqim trumzën. Detyrimisht speci kuq, apo më ka rëndësi ngjyra dhe i kuq, për mbushur e patate? S'ka problem dhe me jeshil. Okej, në rregull. Unë e zgjodha të kuqin, se është dhe më jeshil, ka më shumë turp tani. Po, kemi ullim, një dorë ullinsh, pa bërtham, kuptohet, ullim jeshil. Po, kemi pak domate, jo shumë, domatet freskët, ndërsa edhe pse kemi qëruar në kubik, pjesën për të hedhur brënda, pjesën që hoqëm me fara, do të atrazojmë së bashku me një kuti domate që do të bëjmë një salsë më vete. Kemi përsëri 2 kokra qep, që është pjesë e salsës, kemi një lugë kafeje kumin, piper të zi, 2 lugë, një lugë peksi madhe për t'i lidhur të gjithë këto përbërës së bashku, për mbushjen, këtu dhe 2 lugë ajk, ose jo salsë kosi, krem kosi. Krem kosi. Po, kaq. Shikoj, përbërës që ne i kemi gjithë në shtëpi. Shiko, një patate, domate. Kam thënë që, pavarësisht dhe pse janë këto kavanozat, këtu i trejke me domate. Nuk është në një çmim. Një kuti është baras me një kafe e gjysë. Një kokërqep. Kokërqep, kumin është një erës që disa e përdorin, disa se përdorin, dhe këtu është alternativë. I jep shije, e plotëson atë shijen, por fundit ju si të dëshironi. Ullin, të gjithë kemi ullin, i heqim bërthamat edhe, hudhër, rigon dhe patate. Patate që... është baza e gjellëve që gatuhet në familje tona. Janë shumë të shishme dhe më një kosto shumë të lirë. Edhe peksimadhen mund të gjem një zëndësim duke thërmuar, duke grirë bukën, që na ke thërmu të bëhet edhe me... Asnjëherë bukët që na mbeten, nuk i lëm që të na zën myk. Në furr, flas për jo dhe Niki tani i bën këtë punë. Do njërë dhe i hedhë. Po, një që sa po shmartuar. I thajmë një temperaturë 80 grad, i lëm, jo që t'i japim shumë ngjyrë, që ato mos kenë lagështirë, se nëse kanë lagështirë, atëherë sigurisht që do të myken. Pastaj kalojmë aty ku grim qepën, dhe i kthejmë në peksimadhe. I vendosim ose me një letër, kur blejmë bukën në treg ne marrim me letër, atë letër e vendosim, ose vendosim në një qese bezeje. Dhe përdorim, sa bëjmë qofte, sa gatuem recetat të ndryshme. Na duhet. Për të lidhur për bërësit. Po dhe për të bërë një kek. Edhe për kek. Po, ne e luajmë gjalp dhe ndonjëherë e luajmë mirë. Pudrosim pak. Pak. Nëse kjo s'ka ngjyrë, është kështu ka që holl, na ndihmon shumë. Po dhe kur bëjmë një pastiqe, po dhe kur bëjmë perime që vendosim në furrë, që i granitojmë në fund me një çik djath, një çik kështu, nuk na bëhet edhe tava pis. Sidomos kur na mungon dhe letra e kuzhinës ndonjëherë. Është e vërtetë. Pra me këto përbërës do të realizojmë në pjesën e dytë të gatimit, speca të mbushur me patate, me këto përbërësit e tjerë, ndërkohë do jetë bërë gati edhe supa me kërpudha për të hedhur 2 përbërësit e fundit të saj, si që ishin bërbunia dhe domate, të preja edhe ato hollë. Ndërkohë do filloj punën tani, duke ka urdisur pak. Puna që ne do të bëjmë kur të shkëputemi është i kullojmë patatet, i thajmë dhe i ka urdisim në vaj. Me vaj ulliri altis, është mënyrë më mirë për të gatuar dhe për sjellësien në tryezën tuaj, do të shkëputemi në këto momente, për publicitet dhe hapësirë informative do të rikthehemi në pjesën e dytë, sigurisht për të përfunduar me të dyja recetat. Mos u largoni që ndroni aty për të na ndjekur. Është Vila 24, programi Mëngjesit dhe pikërisht rubrika Këndi gatimit. Jemi në pjesën e dytë, mirë se erdhët, veçanërisht anvisat, të cilat na kanë ndjekur në pjesën e parë, për dhe ato që janë bashkuar në këtë pjesë të dytë të gatimit. Zonja Vjollca, do t'ju shpjegojmë një herë se çfarë po ndodh në tryezën tonë. Supa ka zjerë, kanë kaluar ato minutat që ne tham, dhe do të hedhim këtu
bishtajat dhe domatet. Pa. Do t'i lëm dhe për 10 minuta të tjera, duke i trazuar pak. Ishin dy përbërësit që u lam pa hedhur në... Po, për t'i lëm në fund fare. Në fund, po. E lëm, nëse na rezulton se trashet shumë, atëherë mund të shtojmë një qik ujë. Këtu kemi kaurdisur, si që shikoni, patatet. Ndërkohë, në këtë tigan salce, do të bëjmë salcen që do të shtrojmë specat. Nuk do të jenë specat ashtu të thata, si që zakonisht ne i bëjmë specat e mbushme. Për të gjitha anvisat që sa po e hapon ekranin, është një recet e veçantë, si kundër është mbushja e specave me patate. Po, këtu kam vendosur një lugë vaj ulliri, 2 thelpi hudhra, 2 kokra qep shumë të vogla, dhe i kam kaurdisur pak sa janë zbutur. Kam hedhur lëngun e këtyre domateve që kam pastruar, i kam vendosur në kubik, dhe tani këto pothuajse janë trashur duke i shtypur pjesën e tullit të domates me fundin e lugës. Si që shikoni, po zjen, do të hedh këtu domatet që janë në kuti, në copa të gatshme. Për të bërë një salcë të shishme, do të hedh pak krip, do të hedh një lugë kumin. Kumin. Duke i hedhur përbërësit dhe duke mësuar anvisat dhe gjithë recetën me gramaturën për katëse. Një lugë kafe të vogël rigon. Ajo ishte rigon, po. Një qik piper të zi. Dhe lë këtë salcë të valoj për pak minuta. Mbasi salca që është në kuti, pothuajse është e gatshme. I vendosim kapakun, mbaruam punë me salcën. Tani kemi pjesën e mbushjes. Tek patatet, do të hedh ullinjt në kubik. I trazoj. Do të hedh domatet, vetëm pjesën e të qëruar, pa farat, pa pjesën e lëngshme. I trazoj së bashku me patatet që janë jo të skuqura, derisa të marrin ngjyrë të errët. Do të hedh këtu pak peksimade, që lëngu që mund të nxjerrin domatet të përthithet. Nuk hodha 2 lugë, hodha një qik më pak, aq e pashtë arsyeshme, anvisat e shohin dhe me sy këtë. Kjo pjesë e bën krokante pataten dhe gjatë kohës që do të mbushet, se dhe speci në kontakt me avujt, do të mbuloj me letër alumini, do zbutet dhe përsëri nuk duam që patatjat në kthehet në pure. Është vërtet. Po kjo pjesa e peksimades e bën krokante, mbasi ne vërtet do ta vendosim letrën e aluminit, por mbas 15 minutave do ta largojmë prapë 15-20 minutave, largojmë e lëmë 10 minuta të tjera, derisa edhe specat të marrin pak ngjyrë. Ja. Dhe në fund fare, këtu e fikim. Kemi dhe krem kosi. Edhe 2 lugë krem kosi. Do hitet aty gjatë trazimit. Po. Pra në 2 tigan kemi punuar për recetën e specave të mbushur me patate. Në një tigan pjesa mbushëse e specave, që ishte patate, hodhëm aty ullinj, domate, peksimade dhe kremin e kosit. Edhe këtu do të hedhim pak krip dhe piper të zi pa tjetër. Dhe do të fillojmë të mbushim specat. Unë do të hedh këtu në një tas, që të mëftohet që mos përvlohem. Ja. Këtu do të hedh pak piper të zi. Jo shumë, se kemi dhe ke salsa. Dhe pak krip. E vendosim në qendër tavën, në mënyrë që të realizojmë mbushjen. Pjesa e salcës, zonja Vjoca, do të jetë e shpërndarë në tavë, nuk do të shërbej për pjesën e mbushjes. Hapi parë që do të përgat. Do jetë shtres mbajtëse e specave që do të mbushen. Ndërkohë, do doja që t'i kujtoja edhe njëra anvisave, duke qenë se ne hym direkt në gatimin e recetës së dytë, do doja t'ja kujtoja përbërësit e kësaj recete, sepse është vërtet e veçantë dhe mund ta përdorni dhe ju me pak përbërës, nuk ka ndonjë shpenzim, është e thjeshtë, e shijshme. Speca të mbushur me patate. 4 ose 5 speca të kuq, 500 gram patate, 75 gram ullinj, 2 domate, 2 lugë gjelle peksimade, 2 lugë gjelle krem kosi, 2 qep, 1 thelpi hudhër,
400 gram domate konserv, një lugë kafeje kumin, pak rigon, krip, piper i zi. Kjo ishte tabela, kjo ishte menuja, me gjithë përbërësit, ndërkohë shohim që zonja Vjolca sa po ka shtruar... Po, shumë pak salc ka, nuk është se është në një salc palese sa shumë. Tani, specat i kemi hapur në këtë formë, i kemi qarë, pastruar, hequr lëkurat dhe do t'i mbushim kështu në këtë formë. Jo si që veprojmë me mbushjen, le themi tradicionale me oriz. Nëse ne do të marim pataten, ta ngjeshim, orizi pothuajse nuk është shumë i gatuar, atëherë patatja do të na prishi formën. Duam që të jetë në këtë formë, i shohim dhe të gjithë ingredientët. Po. Ja. Ja, kjo është. E vendosim këtu. Tani marrim një spec tjetër. Këto që kur i fusim në furr e vendosim që në fillim letrën e alumin? Po, që në fillim. Okej. Pastaj, mbas 15 minutave, e shohim, mvaret, nuk është këto minutazhet e japim për afërsisht se ndonjëherë në vend që të ndihmojmë i çorientojmë për arsye se mvaret edhe nga furra që ka secili nga ne. Po. Këtë vëm në drejtim të kundërt, që të na zër tava sa më shumë. Po. Kjo është një recetë që ka edhe bukën brenda, si të thuash, duke pasur pataten. Këtu i ke gjitha. Këtu nuk ke nevojë. Nxjerr një spec, ke pataten, ke ullin, i ke të gjitha. Mund të shoqërohet me atë supën që gatuam me kërpudha? Po patjetër. Është e lehtë ajo me pak perime dhe mund të jenë bashkë në një vakt të shëndetshëm. Edhe për të gatuar ndryshe, për t'u larguar, le të themi, disa recetave të cilat kanë mbetur prej kohësh edhe ka anvisa që s'dalin dot nga ajo korniza e gatimeve të gjellëve që kanë mbetur tradicionale. Është në momenti që ne të mësojmë disa receta të reja. Kjo është një prej tyre për shembull. Ja. Për arsye se kjo vërtet është dimrore, në verë ka është domatja me freskët, kurse unë kam thënë që domaten e kam marrë në kubik, për arsye se nëse do bëja gjithë këtë salcë, kam salcë, po nuk mund t'i dhja salcë direkt. Direkt, po. Duke kombinuar pak me domate në kubik. Ja, edhe shiko, se ndonjëherë specat mund t'jenë më të vegjël, nuk duan 500 gram patate, mund të duan 400 gram. E llogarisni mesatarisht një patate mesatare, jo shumë e madhe, për një spec. Po e vendosim. Kemi vend për një tjetër? Këtu. Se është më i vogël, në fund vend këto të vegjlit. E ke llogaritur tavën edhe për mazat e specave, kur i ke bler. Te këmbëja si gjithmonë ku bëhet edhe pazari i jon, edhe i shumë anvisave. E pesi që si ishte ke këmbëja kur vajtëm ne, që bëm pazaret, plot. Po, si gjithmonë, çdo fundjavë është radhe madhe në fakt, sepse anvisat çfarë bëjnë? Shkojnë te këmbëja dhe marrin çdo gjë që u duhet, si produktet e mishit, bulmetin, perimet, frutat, gjithçka. Frutat e ftahta. Është edhe një tregues që ato mbeten të kënaqur nga. Kjo është e vërtetë. Nga pazari që bëjnë. O sa keq më vjen mund t'i lë këto 2 patate këtu në fund. Ja, kemi vend diku këtu ka mbetur një vend bosh për të. Ja. Sepse ke llogaritur, se ke llogaritur edhe mbushjen për sasinë dhe specat që kemi në dispozicion. Ja, se uftohen këto tani edhe. Ja. Peksimala do të ndihmoj të jenë pak më kërcë, si ta themi në... Po, do të veprojnë dhe nuk do të lërë edhe specin dhe të gjitha që të na bëhen, si themi në Shqip, qu. Po. Në rregull jemi një kemë? Në rregull jemi dhe kemi përfunduar kaq shpejt me recetën e dytë. Po, kaq shpejt për se unë i mora leja anvisave që i kishim para përgatitur. Do të veproja vetëm tani këto specat, mund t'i lyejmë një çik shumë e vaj. Po, dhe nuk është nevoja fare, sepse e marrin vetë ato. Me një qik letër alumini, i mbulojmë dhe i vendosim në furrë në temperaturën 200 gradë. Ama është kusht që furra t'jete para ngrohur, jo që
ky minutazh që ne themi, gjithmonë për ëmbëlsira, për byrek, për gatime furre duhet jetë parangrohur në rastin ton konkret në temperaturën 200 gradë. Edhe sikur mollë të futim të pjekim aty. Po patjetër. Atë mund të fillojnë nxehen nëse ne i vendosim direkt e pastaj fillojmë. Pastaj hapim furrën. Po e vendosim tani në furrë, këtë tavë me speca të mbushur me patate, mbani mend, megjithse do keni mundësi që ta mësoni këtë recetë edhe nëse nuk keni qenë shumë të vëmendshme me lapsin në dorë për t'i shënuar, sepse ju vjen në ndihmë balkanweb, balkanweb.com është faqja lider e informacionit, aq më tepër që ka edhe këtë rubrikë të veçantë gatimi, ku të gjitha recetat e zonjës Vjollca hidhen aty menjëherë përgjatë ditës së sotme nga kolegët e balkanweb. I ndihmojnë anvisat, duket që ka interes të madh sepse ka një numër të madh leximesh të çdo lloj recete. Dhe videot e gatimit dhe bisedave që zhvillohen në Vila 24, po ashtu i gjeni në balkanweb.com, por edhe në YouTube. Ky është një informacion i shkurtër, po e vendosim në furrën tonë të parangrohur. Atëre, specat i kemi vendosur në furrë, do të presim 25 minuta, mbas 15 minutash ne do të heqim letrën e aluminit, do t'i lejmë ato në kontakt direkt me temperaturën e ambientit. Këtu, sipas dëshirës, mund të hedhim pak piper të zi. Dhe ti sipas dëshirës mund të konsumosh 1 ose 2 gota ujë fap. Po, dhe përveç se të mirave, ai uji nuk na sjell asgjë tjetër. Urdhëro. Kjo është supa që kishim përgatitur. Falenderoj zonja Vjollca. Faleminderit edhe për sot. Po mund të them gjell, jo supë. Është gjellë tamam gjellë dhe mishin e zëndësojnë shumë mirë kërpudhat, perimet janë të shumta, mos ju ndani gjellëve me perime me zarzavate. Aq më tepër nëse ju zarzavate apo perimet i keni ngrirë që nga sezoni tyre i verës. Unë jam e detyruar ta servirë, se në kushte shtëpie, unë tani do ta fikja temperaturën e sobës, ashtu me kapak, do ta liej dhe do ta servirja sigurisht mbas 30 minutave. Do ta lije pak sa të mpikse sheti zonja Vjollca, se kështu veprojnë gjithmonë edhe ose të themi si bëhet ajo? Bëhet si kajmakosur, po. Shkëputemi, faleminderit për këtë vëmendje që na kushtuat në këtë pjesë gatimi, në të dyja pjesët e gatimit këtu në Vila 24, sigurisht me zonjën Vjollca takojmë nesër në po të njëjtën orë, të uroj ditë të mbar. Dhe bashkë do të takojmë vetëm pas pak, sepse si kundër e keni ndjekur edhe përgjatë këtyre ditëve, moti i keq ka përkeqësuar situatën nga veriu në jug të vendit, do të flasim pikërisht për këtë dhe se si do të jetë do të vazhdoj situata e motit përgjatë ditëve në vazhdim. Na ndiqni pas pak. Mirupafshim.